Korça do të mirëpres nga data 13 deri më 15 qershor edicionin e 4 të Gjon Mili Video Art Festival, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore ndërkombëtare, të dedikuara video artit dhe filmit eksperimental. Për 3 ditë me radhë, qyteti do të kthehet në një qendër të artit bashkëkohor, duke bërë bashk artist, kineast dhe krijues nga vende të ndryshme të botës. Festivali ka marrë formën e tij të duhur, është një festival ndërkombëtar ku çdo vit aplikojnë rreth 2000 artist. Risia e këtij viti është që shumë të huaj kanë patur kërkesë të jenë prezent në lokacionet ku zhvillohet festivali. Dhe këtë vit ata do të jenë një pjesë e mirë e tyre do të jenë prezent, sepse kanë parë që Shqipëria është një vend i veçantë, pavarësisht problemeve që ka, problemeve aktuale. Organizatorët bëjnë me dije se në këtë edicion do të prezantohen rreth 2000 artistë të huaj përmes veprave dhe projekteve të tyre artistike, duke sjellë në Korçë një mozaik kulturash, idesh dhe vizione krijuese. Programi përfshin video art, filma të shkurtër, dokumentar, ekspozita, projeksione dhe takime artistike me publik. Do të kemi dokumentar dhe filma nga artistë shumë të rëndësishëm. Janë një grup artistësh gjerman dhe austriak të cilët do të përfaqësojnë festivalin me një ekspozitë krejt të veçantë. Gjithashtu, për t'u theksuar është dhe fakti i shfaqjes së një dokumentari i cili tregon historinë dhe jetën e fotografit Desmond Hoffman, i cili është fotografi i Beatlesave dhe i shumë vipave të tjerë të viteve 30-60, i cili është edhe një bashkohës i fotografit ton Gjon Mili. Festivali mban emrin e fotografit dhe artistit me famë botërore Gjon Mili, duke kthyer vendlindjen e tij në një hapësirë ku drita, kujtesa dhe arti ndërthuren në një përvojë unike kulturore. Edicioni 4 synon të forcojë më tej rolin e Korçës si një destinacion i rëndësishëm i artit bashkëkohor dhe shkëmbimit kulturor ndërkombëtar.